Këto 5 vjet Portokallia ka krijuar një galeri shumë të gjerë personazhesh, ku edhe pse për shembull disa prej tyre nuk mund të shfaqen gjatë gjithë kohës në skenë, përsëri ata janë shumë të dashur për publikun në momentin që rikthehen. E konkretisht, Adela e vogël është parë në kryeqytet në natën e bardhë. Le të zbulojmë tani bashkë se ku ka shkuar ajo. I ndjekim. Atere, jam sot tu për të festuar natën e bardhë dhe për të dhënë çmimin e përvitshëm që Bashkia e Tiranës jep një bursë studimi për shkollat 9-vjeçare për fituesin ose fituesin e ses më të bukur me temën Unë e dua Tiranën. Dhe këtë vit e ka fituar nxënësja me emrin Adela Bukuroshja. Fituesja është Adela Bukuroshja. Faleminderit. Na të keqen Xhaxhi. Xhaxhi Edi Rama, të them një gjë? Thuaj të keqen Xhaxhi. Sa i frikshëm që je. Je shumë i madh dhe kam frikë. Atë të kërkoj dhe një gjë tjetër. Adela, të lutem nxjerrë pak gjuhën. Pse? Se kam dëgjuar babin unë që i thot mamit për ty, ai e ka gjuhën brisk, prandaj. Adela ta gëzosh të Faleminderit Xhaxhi Edi Rama. Pa mund të bëj edhe një pyetje? Se mami thot për ty që jemi i zgjuar se babi. Të bëj një pyetje unë ty. Kur peshku është në ujë, nga e kuptojmë ne që ai qan? Nga që sepse nuk e di. E shikon, e dija unë që ti nuk je më i zgjuar se babi. Të bëj dhe një gjëgjës, të lutem. Mirë Adela, bëj edhe gjëgjësën. Çfarë është një gjë që Xhaxhi Sali Berisha e ka thë gjatë? Xhaxhi Fatosano e ka të shkurtër, Madonna nuk ka fare, ndërsa papa nuk e përdor. Kështë kam njësu këto pisliqe, ha? Këtë që se ma ka thënë babi. Të jap një ndim. Edhe ti Xhaxhi Edi Rama të shkurtër e ke. Atere, le të flasim për këtë diplomë. Xhaxhi Edi Rama nuk qënë edhe inteligjent fare, po është mbi emri Xhaxhi Edi Rama. Se na treme, bureve, se na treme. Lexoje sen sa të bukur e kam bërë. Ta lexoj me sen që ka fituar Adela. Unë e dua Tiranën, edhe pse sa dal nga makina, më bën pis. Sepse ne kemi shtruar 20.000 metra rrugë, ne kemi ndriçuar 40 bulevarde dhe kemi bërë të mundur. Xhaxhi Edi Rama nuk di të lexoj. Unë e dua Tiranën, edhe pse sa dal nga makina, më bëjnë këpucët firma autopisë, trotuaret e prishura. Vazhdo. T'jap Xhaxhi akullore, le se lexoj vetë këtë. Xhaxhi Edi Rama është dimër, më bën keq akullorja. Vazhdoj me sen. Unë e dua t'ingele të ongër kasat. Sa humorist që je. Unë e dua Tiranën, edhe pse shkolla rekonstruktuar në rata... Sepse bashkia e ka rekonstruktuar 560 shkolla dhe ka bërë të mundur të ndërtoj 600 fusha futbolli. Jo, Xhaxhi Edi Rama sa psikopat që je. Unë e dua Tiranën, edhe pse në shkollën e rekonstruar, në rata bani edhe mua më qua në shkollë private tani edhe nuk takoj do të më Erikun, ti e ke fajnë. T'jap Xhaxhi çokollat le se lexoj vetësen. Nuk dua çokollat se bëjmë frikshme si ty shëndoshem. Unë e dua Tiranën, edhe pse Lana vjen raqe... Lana është bërë lumi shembull për gjithë Europën, sepse ka kthyer një identitet
Dhe kjo bashki ka bërë... Xhaxhi Edi Rama, unë e dua Tiranën edhe pse Lana është e vetmja banjo publike që kemi, se një ditë Xhaxhi Edi Rama, babi tim i bëi çiretive edhe nuk ishte ku ta vënte, edhe vajti aty poshturës bashkë me ca xhaxha të tjerë. Bëllë gojën! Bëllë gojën! Nuk kam frikë as nga ty, as nga babi jot, as nga Ilir Meta, sepse ne do I fitojmë zgjedhjet e 2009-s. Xhaxhi Edi Rama, mos u lebrikon se të kam bërë edhe një poezi. Lexoje poezinë atë. Xhaxhi Edi Rama si kamion, Tiranën e ka mbushur me beton. Xhaxhi Edi Rama fytyrën si pul, Tiranën e ka kthyer në Kabul. Xhaxhi Edi Rama piktor prefekt, pallatit I ka lyer si kopsht me drek. Tani jetë e prove. Dili është nga zyrja bashkisë. Xhaxhi Edi Rama, mos I bërtit fëmijëve, se fëmijët janë të pafajshëm, janë të rriturit që janë të këqinj. Xhaxhi Edi Rama, të pus një qik në faqe, se di unë, ti I nevrikosur, se ke nevoj për dashuri, brandaj. E di, se kam dëgjuar mamin që I thot babit, jam e nevrikosur, jam e dhimbje koke, se ti nuk më fal dashuri, prandaj. Dili jashtë Adela nga bashkia, shprap! Nuk daljash, nuk dua të daljash, se ti Xhaxhi Edi Rama e ke fajin që në shtëpinë time ka plasur sheri, se I thot mami babit, ndoje në parlament I thot 9 ditë si pabuk s'koti gele, edhe nuk fitove asnjë gjë ti Xhaxhi Edi Rama, e le babin tim si pabuk aty në parlament, si nuk të vjen keq Xhaxhi Edi Rama, për fëmijët që dalin në trotuaret e prishura, për blet që nuk ka ku të rinë, si nuk të vjen keq, për rrugët e prishura, për flurin Xhaxhi Edi Rama, si nuk të vjen keq. Duhet bëhet dhe unë kryeministe.